Përgatis muffinsa. E di që ka shumë lloje të muffinsa, por unë kam bërë një përzgjedhje, një kombinim, me thonë më drejt, të muffinsave që do të del një recetë e veçantë. Për të përgatitur muffinsa na nevojitet sheqer, 2 vezë, sheqer vanil, 1 gotë të çajit, por jo plot, me vaj, po ashtu dhe me qumsht, rreth 15 lugë të hajës miell, pluhur për pjekje, çokolada dekorative të cilat unë sot nuk i kam marrë ashtu të gatshme, por çokoladat e Milkës Palitia e kam ndarë kështu me thikë në pjesë shumë të vogla. Tash do ta shohim se si do të rrjedh procesi i përgatitjes së kësaj recete. Si fillim do të marrim vezët. Sheqerin, janë shpejta, thjeshta dhe të mira. Sheqer vanilën për aromë të mirë. Dhe do t'i punojmë tash me mikser. Vezët dhe sheqeri janë të gatshëm. Tash vazhdojmë me vajin, qumshtin, dhe pak sirup vanile sipas dëshirës. Tash miellin, hedhim këtu në një fill, pluhurin për pjekje, ja hedhim gjithmonë. E përzihem pak. Dhe ja hedhim gradualisht. E përzi kështu ka pak, jo me mikser, por me tetë të dorës të kuzhinës. Tash do t'ja hedh copzat e çokoladës, por jo të gjitha, sepse disa do t'i ruaj për me ja vendos për mbi muffinsa.
tash përbërja është e gatshme. Furrën e kemi ndez paraprakisht në temperaturë maksimum. Kur t'i vendosim mafinsat për pjekje, do ta ulim temperaturën në 200 gradë dhe do t'i presim të pjekën në rreth 20 minuta. I shikojmë, i kontrollojmë. Tash do të përdorim letra, por do t'ju lyj pak tepsin paraprakisht sepse është më mirë me i lyj pak me vaj, nuk staj kur të pjekën e keni ma lehtë me jek nga tepsia. Sa mos me unë gjitë letrat për tepsie, mos të kemi vështirësi, pastaj doni me i largu nga tepsia. Ka dhe forma prej silikonit, po unë i preferoj më mirë këto të letrës, janë një përdorim dhe janë më të mira për higjienën. Sepse do të pjekën në temperaturë 200 gradë, kështu që ata të silikonit unë nuk i preferoj për vete. Një përdorim i përdorni, i tillni shumë më mirë për shëndet. Tash fillojmë me i mbush. Mos i mbushni shumë se pastaj kur të pjekën munden me u fry shumë me dalë jashtë tepsisë. Kështu që për gjysmë mjafton. Tash janë të gatshme për pjekje. Vetëm do t'i hudh çokoladë për mi. Gatshme pra tash edhe tepsien e dytë. Dua t'ju tregoj që unë kam zgjedhur çokolada për me i mbush për brenda, po ashtu dhe me i dekoru jashtë, por ju mund të zgjedhni edhe fruta mali apo çka ju të dëshironi, nuk do të thotë vetëm çokolada. Derisa të pjekën mafinsat, ne mund ta përgatisim me mikser një pana hoplar pra të ëmbël për me i dekoru mafinsat. Do t'i lëm që të pushojnë 5 minuta
Pastaj vazhdojmë i dekorojmë. I dekorojmë kur kem ndonjë festë apo edhe ndonjë ditëlindje të fëmijëve apo festë familjare. Një ide fantastike, siç e thash, për festa familjare apo edhe për ditëlindje, festa të fëmijëve. Fëmijët e juaj do të gëzoheshin shumë. Kaq ishte për këtë recetë. Prevoni të përgatitni sepse